votuar para me ligjin. Shumë që ata pjesa më madhe nuk janë votuar. 50 ka Partia Demokratike, 40 janë në me ligjin se kanë frikë nga ligji. Unë nëse do isha unë që veproja janë njerëz të cilët rrinë me qytetarët, punojnë me qytetarët, janë çdo ditë zonë me qytetarët, ndjekin shqetësimin e qytetarëve. Dhe drejtësia nuk shkon asnjëherë ke drejtësia, po marrin postë kartoni dhe mbyllin dosjen kështu duke mos lejuar drejtësi për të bërë drejtësi. Ka fituar. Po, kjo drejtësia juaj që të mbetoni kështu, kjo drejtësia juaj që keni shpikur ju, e keni votuar ju dhe foshka juaj që ju se lini të rritet. Juridikisht, a ka rënë kërkesa e SPAK për heqje imuniteti për arrestim zonjës Balluku në një kohë kur ajo tashmë është karkuar nga pozicionet nuk është sepse në këto pozicione presupozohet ajo të ketë kryer pa barazi në tendera dhe rrjedhimisht korrupsioni. Në 11 raste bërën bashkëpunim. Okej. Tani ka rënë se ajo nuk intimidon më dëshmitarët. Jo, më falni, duhet nuk hequr provat, është vetëm deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Bashkëpunim, çfarë po thoni më zotëri Dashi se je dhe jurist, si 11 raste? Në dyshimin, po në dyshimin, është në dyshim, por nuk kemi ardhur tash në dyshim. Ora, kjo është pedendimi i dyshimit me fakte. Nëse ty Rama të thotë, arresti nuk bëhet pa gjyq, gabon ti dhe Rama. Nuk flitet arrest me gjyq. Unë jam aktor politik. Që i vjen unë jam aktor politik dhe unë fakt kam vetëm punën e Melinda Ballukut në krye të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjetikës. Me gjyq për ky sektor, për punën. Për punën që ka bërë. Për punën që ka bërë. Të gjitha rrugët i ketë rëna, zoti Muharrem. Të gjitha i ketë dëmtuara. 21 aksa rrugore ti ketë dëmtuara. Do të ka 3 javë ju Lidia pa lëvizje. Ja, e kemi edhe kolegën nga Korça. Pyete një çik si janë familjarët e vet. Infrastrukturore të vogla të cilët mund të ketë. Edhe unë po flas për ato vepra që keni trumbuar si vepra të mëdha infrastrukturore që nuk i kemë më. Kanë rënë. Të gjitha kanë rënë. Ju Lidia është bllokuar sot, zoti Muharrem, e dini? Me parametra ndërkombëtar. Kthehemi pak tek tema, lutem se i bëra një pyetje juristit. Pra, kjo kërkesë qëndron më apo jo, juridikisht? Kërkesa për çfarë? Për heqjen e imunitetit dhe rrjedhimisht arrestimin e zonjës Balluku. Po kërkesa qëndron se do votohet, po ndërkohë që është shprehur mazhoranca që nuk do ta votojë këtë kërkesë. Po flas nga ana e drejtësisë tani. E kuptojmë se çfarë do të ndodh nga ana politike. Thotë Ola, të paktën kështu siç e nuk pra qëndron më apo nuk ka objekt se objekti në vetvete ka rënë nëpërmjet ky është objekti që ka rënë. Qofse do kemi një fakt penal të ri, ose një rëndesë të mundshme të pozitës së zonjës. Kjo është pyetja tjetër që do t'ju bëja. Pra, mundet SPAK apo institucionet e drejtësisë të riformulojnë kërkesën. Shumë saktë. Jo, është rrëzuar nga ana juaj. Jo, më jo, ajo ta bëri pyetje ty. Po pra pikërisht unë unë jam këtu, kështu që nuk kam dhënë të drejta që të flas dikush në emrin tim. Zoti Hoxha, po. Ideja është e tillë. Nëse deri tani presupozohej dhe trumbetohej dhe më pas u rrëzua nga gjykata kushtetuese pretendimi që gjykata e posaçme kishte hyrë dhe zaptuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe përkatësisht të kryeministrit, duke vendosur pezullimin dhe jo shkarkimin, patjetër që nuk kishim të bëjmë me një shkarkim dhe një uzurpim të kompetencave, ashtu siç u shpreh dhe gjykata kushtetuese. Tani më patjetër që parlamenti, nëse do të rrëzohet dhe me gjitha gjasa do të rrëzohet kërkesa e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit dhe dhënien e autorizimit për arrestin për masën shtrënguese të karakterit personal, arrest në burg ose arrest shtëpie, kontroll banese dhe kontroll personal, sigurisht që tani më kemi një ndërhyrje dhe një uzurpim të kompetencave të gjykatës posaçme nga ana e Kuvendit.